Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e turshisë unike me lëvure të bostanit. E shishme, e thjesht për përgatitje, mund të shfrytëzoni lëvorët që mos t'i hedhni një turshi cilën mund ta përdorni dhe si dekor. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj turshie të jashtëzakonshme me lëvorët e bostanit. Një shije unike është e kësaj turshie dhe shumë e bukur që të servohet në lloj dekorative e më shumë shkon dhe me meze. Marrim lëvorët e bostanit, këtu kam gjysmën e bostanit apo shalkinit, ja kam marrë lëvorët dhe fillojmë kështu që t'i prejmë në copsa zgjatura, katrore, varet se si doni. Kështu do i prej në forma zgjatura, do rri shumë bukur turshia kur servohet. Kështu të gjithë lëvorët do i prej në këtë mënyrë dhe ja largojmë këtë pjesën e tullit, kështu pjesën e ëmbël, derisa dale pjesa e bardhë. Dhe pjesën tjetër e largojmë pjesën jeshile. Ja largojmë mirë, kështu me një thikë të mbret, ose mund të merrni një thikë kështu patatësh që i largojmë lëvorën. Pjesët e pastruara i kalojmë në një tepsin tjetër dhe më pasi t'ju pastrojmë kështu pjesën jeshile dhe pjesën e ëmbël, pjesën e kuqe, bëjmë matjen se sa kemi fituar. Ju mund të përgatitni me përmasa të ndryshme, pavarësisht se sa ju duhen. Për mua këto janë bollë, janë mjaftueshëm. Unë nga të gjithë turshia të përgatis kështu nga pak dhe mjaftueshëm janë. Këtë mënyrë gjithë lëvorës ja largojmë pjesën e ëmbël dhe pjesën jeshile. Lëvorëve të bostanit ja kam larguar të gjitha lëkurën dhe këtë pjesën e ëmbël. Tash i kalojna nëpër kavanosa. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizuar mirë në furrë të nxehtë 150 gram për 15 minuta. Kam fituar 1 kilogram e gjysmë me lëvorë bostani dhe janë mjaftueshëm për 2 kavanosa nga 720 ml. Tash marrim dhe në fundin e secilit kavanos hedhim kështu pak magdanoz të thatë, spec të shtypur, tek njëri pak të tjetri pak, ja jep një aromë dhe një shije lëvorëve shumë të mirë, një ashtu shtojna dhe biber të zi në tokë. Tash marrim lëvorët e bostanit dhe i kalojmë nëpër kavanosa. Pra përgatitja e kësaj turshie është e thjeshtë dhe bëhet shumë e mirë. Ka një shije unike, cilën nuk e keni provuar më parë, shumë e bukur që ta servoni kështone si lloj dekorimi, mirëpo ka dhe një shije shumë të mirë. Në këtë mënyrë bëjmë mbushjen e të gjithave. Kështu. Pjesën më të gjata i vendosi kështu në fund dhe pjesët tjera në grykën e kavanos. Tash marrim bajce dhe në grykën e secilit kavanos e vendosim nga një. Më mirë është kështu të vendosim bajce, sepse kur t'ja hedhim shëllirën apo lëngun turshies, lëvorët e bostanit, lëvorët duhet të qëndrojnë në lëngun.
kështu tek të dyja të vendosim nga një boce. Ju mund të përgatitni më shumë më parë në varët. Tash morim një tenxhere dhe vendosim në zjarr në të shtoj 2 lugë të mesme me sheqer, 2 lugë gjelle me krip, shtoj një gotë 200 ml me ullëthën molle 5%. Nuk ka nevojë që t'i hedhim konservues kësaj turshie dhe ja shtojna 600 ml me ujë. Këto masa mund të jenë të mjaftueshme për të 2 kavanosat. Nëse janë tepër, nuk prish punë. Nëse janë më pak, përsëri përgatisim dhe ja hedhim turshies. Përzim tash masën dhe lëmë që të vlojë në temperaturë mesatare. Uji në tenxhere ka filluar që të vlojë, tash e largojna nga zjarri. Tash ja kalojna lëngun kështu volta nxehtë nëpër kavanos. Kam bërë përzirjen, e kthej kështu me kokë të poshtë, kujdes mos digjemi. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me kavanosin tjetër, duke bërë tundjen. 2 kavanosat i kam kthej kështu me kokë të poshtë dhe i lëm të qëndrojnë për gjithë natën. Pasi kavanosat kanë qëndruar për gjithë natën, kthejmë kështu në gjendje normale. Janë mbyllur hermetikisht, dallohen nga kapak sepse nuk janë të fryer. Tash direkt i vendosim tek vlladi në podrum apo në frigorifer. Janë gati për konsumim pas 1 javësh. Mund t'i ruajnë deri në pranverë nëse i ruajnë në podrum pa i hapur. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis unë turshi me lëvorët e bostanit apo shalqinit, një turshi shumë e sheshme, një turshi unike, cilën nuk e keni provuar më parë, cilën mund ta përdorni edhe si dekor nëpër sallata kur përgatitni meze. Gjithë që e përgatisni ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.